Të ndalemi në këto momente në një lajm të fundit në Vlorë, bëhet fjalë për kadastrën e Vlorës, e cila është mbyllur përfundimisht mëngjesin e kësaj të hënë pas urdhrit për transferimin e strukturës drejt Tiranës. Pavarësisht kundërshtimeve të forta nga punonjësit dhe qytetarët, vendimi ka hyrë në fuqi. Një pjesë e stafit është zhvendosur sot drejt Tiranës, ndërsa pjesa tjetër është transferuar në Fier. Për më shumë detaje rreth zhvendosjes kadastrës, kam në një lidhje të drejt për drejt gazetarin ton në Vlorë, Algert Arizajn. Algert, të përshëndes, mund të na tregosh pak se çfarë qëndrimi po mbajnë punonjësit gjithashtu edhe banorët e Vlorës? Ju përshëndes, tashmë mund të themi që është bërë faktike largimi i këtij institucioni të rëndësishëm nga qyteti i Vlorës. Tashmë qyteti nuk do ketë më kadastër, nuk do ta ketë më këtë institucion ku qytetarët kishin halle të shumta pronash në qytetin e Vlorës. Mëngjesin e sotëm kadastra ka qenë e mbyllur. Mund të themi që prej disa ditësh punëtorët e kësaj drejtorie luftuan dhe kundër institucionit të tyre për mos pranimin e largimit të këtij institucioni drejt Tiranës, zhvendosjen e tij, por mund të themi tashmë është faktike, është zhvendosur ky institucion i rëndësishëm drejt Tiranës. Mëngjesin e sotëm nuk ka patur asnjë punonjës në zyrat e kadastrës Vlorë, për shkak se dhe pak ditë më parë është bërë një tentativë takimi me anë të drejtuesve të lartë të drejtorisë të kadastrës dhe punonjësve të drejtorisë Vlorë, ku është folur dhe një pjesë e tyre ka rënë dakord me zhvendosjen e tyre në drejtim Tiranës. Ju është ofruar një pjesë tjetër që ka patur pamundur zhvendosjen drejt Tiranës, puna në drejtorinë e Fierit, kanë pranuar një pjesë e tyre, një pjesë tjetër nuk ka pranuar këto kushte, largimin nga qyteti i Vlorës. Ata punëtorë që nuk kanë pranuar kushtet dhe zhvendosjen drejt Tiranës dhe drejt Fierit, tashmë do fillojnë procedurat nga dita e sotme, nëse nuk paraqiten në institucionet përkatëse ku janë njoftuar për pjesën e transferimit, do fillojnë marrja mungesa dhe procedurat për largimin nga puna. Ka patur disa punonjës që kanë refuzuar transferimin drejt Tiranës dhe Fierit, ata tashmë janë pa punë në qytetin e Vlorës. Është një institucion i rëndësishëm, është pritur keq si nga stafi, si nga qytetarët e Vlorës, për shkak se qytetarët, një pjesë e madhe e tyre nuk i kanë mundësi të zhvendosen dhe të kërkojnë takime dhe të bëjnë procedurat në drejtim të Tiranës, për shkak se kostua është goxha e lartë për qytetarët e Vlorës të shkojnë në drejtim Tiranës dhe të marrin shërbim dhe për nevojat e tyre që kanë në këtë institucion. Por kjo tashmë është vendosur dhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama ditën e dieshme ka përmendur këtë në një dalje publike të tij. Ka thënë ndër të tjera që tashmë institucioni është vendosur drejt Tiranës, institucioni i kadastrës të Vlorës, por do ketë dhe institucione edhe në qytetet e tjera, ka thënë ai ndër të tjera. Qytetet e tjera do përfshihen nga kjo reforme e brendshme, thuhet nga drejtoria e përgjithshme e kadastrës. Tashmë është faktike, qyteti i Vlorës i largohet dhe ky institucion. Nuk është pritur mirë nga qytetarët dhe sot ka patur qytetarë që kanë pyetur rojen e objektit tashmë se nuk ka më punëtor, përveç se disa dosjeve që kanë ngelur pa u transferuar. Një pjesë e madhe e këtyre dosjeve u përgatit javën që ne kaluam, u transferuan në drejtim të Tiranës me anë të disa kamionëve, kanë ngelur një pjesë tjetër e dosjeve për shkak se janë dosje me intensitet të lartë dhe me kërkon një transferim me masa të rrepta, për shkak se kanë vlera shumë të mëdha këto dokumenta dhe pritet në ditë vijim të bëhet dhe transferimi i fundit të këtyre dosjeve. Janë disa punonjës që do merren me këto përgatitje dhe të bëjnë përgatitjet e fundit për zhvendosjen totalisht të këtij institucioni. Por ai ditën e sotme ka gjetur me dyrë të mbyllura dhe nuk ka më institucion kadastre në qytetin e Vlorës. Është një humbje e madhe për gjithë qytetarët. Shpresojmë që puna për kadastrën dhe funksionimi me anë të procedurave online mos japin probleme qytetarëve të Vlorës. Algert, e qartë, falenderoj për të gjitha këto informacione që përcollet tek ne.